Në kuadër të 558 vjetorit të vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në ambientet e Bibliotekës Marin Barleti, u zhvillua një aktivitet letrar i dedikuar fëmijëve me temë figurën e Skënderbeut në letërsim për fëmijë. I ftuar në këtë aktivitet ishte shkrimtari i njohur për fëmijë Xhahid Bushati, i cili prezantoi punën që e ka bërë në botimin e një antologjie që nxjerr në pa figurën e heroit kombëtar, duke e ballafaquar me mënyrën se si ka ardhur i prezantuar përpara vitit 90 dhe gjatë periudhës së demokracisë. Nuk është dhe aq rrezatuese kjo figurë që i ka dhënë kombit konceptin e lirisë dhe të atë dashurisë. I nisur nga këto dy motive, kam menduar të bëj një përmbledhje dhe aq më shumë letërsia shqipe për fëmijë ka nevojë edhe për të tilla antologji. Dhe antologjia që punoj më shumë se një vit dhe tani do ta dorëzoj për botim, është e konceptuar në dy element, në trimërinë dhe porositë e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Autorët e para viteve 90 për fëmijë dhe pas viteve 90 kanë pasur një raport jo shumë të drejtë. Ato të para 90-s e kanë bërë shumë mitik, ndërsa këto të dytet e kanë bërë real. Atëherë, duke i vështruar dhe me komentet përkatëse, letë paraqitet ky njerëzori që quhet Skënderbeu, që e desh tokën e vet, luftoi për tokën e vet dhe meti i përjetshëm. Unë mendoj që edhe sot, edhe këtë ka mesazh edhe antologjia, që porositë e Skënderbeut janë edhe sot më aktuale se kur në këtë gadishullin tonë të trazuar. Të tilla takime dhe ballafaqime janë të rëndësishme për brezat e rinj, thot profesor Bushati, i cili vë theksin tek trajtimi i figurave historike. Është mase e domosdoshme. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Duke i njohur, duke i studiuar, duke i shpirtëzuar fëmijët, nuk bëjmë asgjë tjetër veçse krijojmë identitetin tonë, që është shumë i domosdoshëm kush jemi dhe çka kemi. Dhe historia me vlerat e saj dhe në rastin konkret me kontributin e Skënderbeut është pasuri. Pasuri që duhet çmu, nderu dhe respektu. Le ta afrojmë dhe ta krijojmë sa më të besueshëm të fëmijët figurën e Skënderbeut. Duke e pa të besueshme, do ta duam më shumë, do të krenohemi më shumë dhe e drejta jonë është që edhe sot kjo figurë ka nevojë të ndriçohet më tej. Aktivitetet të tilla synojnë jo vetëm për kujtimin e datave të rëndësishme historike, por edhe nxitjen e dashurisë për librin, historinë dhe letërsinë shqipe tek brezi i ri.